Përshëndetje. Në fillim çdo marrëdhënie nis me premtime. Do të jem vetëm për ty. Do t'i përballojmë bashkë të gjitha. Unë jam ndryshe nga të tjerët. Pastaj, në një moment që askush se vëre, në lidhje hyn një i tretë. Nuk është ndonjë i dashur apo e dashur. Është shishja. Është loja e fatit. Bixhozi. Ose ekrani që nuk fiket kur, i celularit apo i kompjuterit. Një dashuri e re që s'ka turp, por ka pushtet. Një varësi që fillon si aratisje dhe mbaron si burg. Alkooli. Në shumë çifte shqiptare, alkooli është si një pjesëtar i heshtur i familjes, i ftuar në darka, i toleruar në festa, por në heshtje po gryen gjithçka. Fillon me një birë për qejf, vazhdon me një gotë për të shlodhur, e përfundon me një partner që s'është më ai që ishte më parë. Nga këndvështrimi psikologjik, alkooli nuk është vetëm substancë, është mjet shmangjeje emocionale. Ai zëvendëson komunikimin, afërsinë, madje edhe vetdijen. Shumë burra dhe gra pinë jo sepse janë të lumtur, por sepse duan të mos ndjejnë. Alkooli i mpin emocionet, por mpin dhe ndjeshmërinë ndaj partnerit. Në marrëdhënie kjo përkthehet në ftohtësi, mungesë përgjegjësie, shpesh dhunë verbale, madje edhe fizike. Partneri i varur nga alkooli jeton me iluzionin se nuk po bën asgjë të keqe, ndërsa tjetri po jeton me ndjenjen e pafuqisë. Në psikologji, kjo quhet bashkëvarësi emocionale, ku njëri shkatërron veten, tjetri përpiqet ta shpëtojë me çdo kusht. Një çift në këtë dinamik nuk jeton më bashkë, por bashkëjeton me problemin. Çdo ditë kthehet në një cikël alkolik. Pendes, premtime, përsëritje prap alkool, përsëri premtime, dhe dashuria mbetet diku në mes, e mbytur mes avujve të rakis. Bixhozi, iluzioni fitoreve që të lë pa gjithçka. Në Shqipëri bixhozi është më i përhapur se sa pranohet. Ndalohet me letra, me ligj, me VKM, por jeton në çdo ekran telefoni. Fillon me 100 lek. Sa për me argëtue kështu. Por pastaj, orë pa gjumë, borxhe, gënjeshtra dhe turp. Në psikologji, bixhozi është varësi nga adrenalina. Njeriu nuk ndjek fitimin, por ndjesin e rrezikut. Dhe çdo humbje shtyn atë drejt një premtimi të rem, do e kthej, do ta kap. Në çift bixhozi është si themi si ai kanceri i fshet. Ndryshe nga alkooli, bixhozi nuk vjen erë, por e ndjen në fjalët e munguara, në telefonin e fshehur, në llogaritë bankare bosh. Partneri që bie në këtë varësi shpesh fillon të gënjej, të fsheh, të justifikoj, ndërsa tjetri ndjen poshtrim, jo për parat e humbura, por për mungesën e transparencës. Në thelb bixhozi nuk rënon vetëm buxhetin, por besimin. Dhe besimi në një marrëdhënie është më i shenjtë se çdo fitore. Shumë gra që jetojnë me partner të varur nga bixhozi e përshkruajnë atë ndjesi pak a shumë kështu. Sikur jam në lidhje me një mashkull, me një makinë bixhozi brenda tij. Ai se kontrollon më dot atë. Dhe kur një njeri që nuk kontrollon veten, nuk mund të ndërtojë dot asnjë lidhje të qëndrueshme. Pornografia, seksi që s'ka më turp, por konsumon. Në epokën e internetit, pornografia është bërë droga e heshtur e marrëdhënieve moderne. Në Shqipëri flitet pak për të, sepse turpi është më i fortë se ndërgjegjësimi, por realiteti është brutal. Shumë burra, edhe gra, janë të varura nga stimulimi vizual, jo nga kontakti real. Pornografia krijon iluzionin e afërsisë, por në fakt është vetmi e paketuar si kënaqësi. Truri mësohet me dopaminën e menjëhershme, çdo video, çdo klikim, çdo fantazi, një shpërblim i shpejt. Por ky stimul e shkatron ndjeshmërinë reale ndaj partnerit. Në marrëdhënie kjo shfaqet në forma si
mungesë dëshirë për marrëdhënie seksuale, krahasime, zhgënjim me trupin e tjetrit, ose kërkesa për eksperimente që s'kan asnjë lidhje me intimitetin e sinqert. Pornografia nuk është më argëtim i padëmshëm, kur partneri tjetër ndihet i padukshëm. Ajo e kthen seksin në performancë, jo në lidhje. Dhe kur seksi humbet kuptimin emocional, lidhja fillon të shkërmoqet ngadalë. Çfarë kanë këto të përbashkëta, këto varësi? Në thelb varësitë janë forma aratisjeje. Secila prej tyre fshen një boshllëk të brendshëm që personi nuk di ta përballojë ndryshe. Alkooli i mpin dhimbjen. Bigjozi e zëvendëson pasigurinë me adrenalinën. Pornografia e zëvendëson mungesën e intimitetit me iluzionin e përjetimit. Në të gjitha rastet, partneri tjetër bëhet kolateral emocional. Ai mbart pasojat e një betejë që nuk është e tij. Përpiqet të ndihmojë ta shpëtojë, ta kontrollojë, por përfundon i raskapitur apo e raskapitur, i lënduar, shpesh i varur nga vetë marrëdhënia. Në terapi shumë njerëz thonë, nuk e dua më, por s'mund ta lë. Kjo është shenja klasike e bashkëvarësisë, kur dashuria është zëvendësuar me ndjenja faj dhe shpresa të rreme. Po pse është kaq e vështirë të pranohet problemi? Shqiptarët nuk kanë kulturë për të pranuar varësinë si sëmundje. Ende përdorim fraza e ai s'ka karakter. Ajo është e dobët. Ka shumë kohë të lirë, prandaj. Në fakt varësia është çrregullim neuropsikologjik. Truri ndryshon mënyrën si kërkon kënaqësi dhe humbet aftësinë për vetkontroll. Por dhe partneri shpesh ushqen problemin në heshtje me justifikime. Do ndryshoj, s'ka ku të shbej. Është periudhë e vështirë, po do ndryshoj. Ky mohim është një formë tjetër varësie, varësi nga iluzioni. Pranimi është hapi i parë, por më i vështiri, sepse të pranosh do të thotë të rrëzosh imazhin që ke ndërtuar për veten dhe lidhjen tënde. Dhe shumë njerëz në Shqipëri kanë frikë më shumë nga turpi të tjerëve se sa nga rënimi i brendshëm. Si shkatërrohet lidhja hapasapi? Shkëputja emocionale, varësia zhvendos fokusin nga partneri te objekti i varësisë, dashuria bëhet sekondare. Gënjeshtrat e vogla, ishte vetëm një gotë, e vu me bast, vetëm për një video e bëm. Gënjeshtrat ndërtojnë mure. Humbja e respektit, kur njëri ndalon së besuarit e fjala e tjetrit, lidhja s'ka më themel. Ftoja fizike dhe seksuale, partneri bëhet si bashkëtues, jo si njëri i dashur. Cikli i faj dhe i faljes, pendes, premtime, përsëritje, zhgënjim, derisa një ditë tjetri thjesht pushon së kujdesuri. Në këtë pikë, lidhja nuk prishet nga tradhtia, por nga djegja e ngadalt e ndjenjës. Nuk ka shpërthim, ka tharje. Si të ndihmohet partneri i varur? Nëse jeton me dikë që vuan nga varësia, duhet të kuptosh një gjë themelore. Nuk mund të shpëtosh dot vetëm. Ja disa parime bazë që vlen në çdo rast. Mos u bëj terapisti i tij apo i saj. Dashuria nuk zëvendëson trajtimin profesional. Vendos kufi të qartë. Nuk është mungesë dashurie të thuash tjetrit mjaft. Mos e mbro nga pasojat e veprimeve të veta. Lejoje të ndjej përgjegjësi. Kërko mbështetje për veten. Jetesa me një person të varur është traumë vete. Mos e ngatro ndjeshmërinë me tolerancën. Në shumë raste, terapia e çiftit mund të ndihmojë vetëm pasi personi i varur pranon trajtimin e tij individual. Ndryshe, çdo seancë kthehet në justifikim të sjelljes, jo në përmirësim të marrëdhënies. Kur duhet të largohesh? Ka një moment që çdo partner duhet ta dallojë, kur dashuria është zëvendësuar nga frika dhe dhimbja e përditshme. Kur çdo ditë e re është pritje për një krizë tjetër. Në këtë pikë, qëndrimi nuk është një akt dashurie,
është bashkë pjesëmarrje në shkatërim. Psikologjikisht, ndarja nga një person i varur është e vështirë sepse krijon varësi emocionale reciproke. Ai s'di të jetoj pa objektin e varësisë, ti s'di të jetosh pa shpresën se do të ndryshoj. Por shpëtimi fillon kur pranon realitetin. Nuk mund të shërosh dikë që s'do të shërohet. Varësitë janë forma më moderne të vetë shkatërimit. Ato nuk hynë në çift me forcë, ftojnë ngadalë, me justifikime, me mohime, me heshtje. Dhe kur më në fund e kupton, shpesh është tepër vonë. Dashuria ka humbur, respekti është djegur, dhe mbetet vetëm rrënojat e dikurshme të një lidhje që mund të ishte shpëtuar, po të ishte kapur në kohë. E në fund varësia nuk është thjesht problem personal. Është sëmundje e marrëdhënies, sepse një lidhje është një organizëm i gjallë. Nëse një pjesë e trupit helmatiset, i gjithë trupi vuan. Dhe nëse nuk guxon të kërkosh ndihmë, helmimi vazhdon. Ndërsa dashuria, që dikur ishte ilaç, të kthehet në plag. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Edhe në videon tjetër, miru takofsh.